Galeria Roma është një projekt që nga ana estetike e munduar që modestia të jetë bukuria e objektit, sepse është në një moment nyje shumë interesante të Tiranës, kështu që ka një arkitekturë shumë të pastër, e cila bën të lexueshme edhe siluetin e godinave të vjetra, por njëkohësisht nuk mbivendoset për të krijuar një skulpturë të re në atë pjesë të qytetit. Për të pasur standarda, duhej patjetër inputi i alumilit. Kështu që kompania u bazua te alumili për këtë produkt, por mbi të gjitha dhe për të gjithë mbështetjen inxhinierike. Kështu që zgjidhjet për të gjitha në të gjithë fasadën janë dhënë në bashkëpunim me inxhinierët e alumilit për të mos cënuar në asnjë moment standardin për të cilin ishte përzgjedhur produkti. Në pjesën e poshtme që ne donim patjetër të krijonim transparencë në kubin e parë, kemi përdorur sistemin M7. Në pjesën rezidenciale, sistemi S67 është një nga sistemet që unë tani kam filluar ta shoh që përdoret gjithësisht për shkak se ka parametra shumë të mirë dhe njëkohësisht krijon shumë elegancë si për vizitorin brenda shtëpisë, njëkohësisht edhe për ata që janë kalimtarët. Është sistem shumë i pastër me linja shumë të drejta, por njëkohësisht transmeton edhe vlerat që duhet të ketë një godinë rezidenciale, pa element të tepërt, të detajt, por të ketë çmimin shumë të mirë, por mbi të gjitha parametrat që do kërrisin komfortin e përdoruesit. Le të themi këshilla më e mirë që ne mund t'i japim për produktet që përdoren në objekte vijnë nga vetë përdoruesit. Në momentin që ne bëjmë një projekt, projekti nuk na takon më ne. Prandaj ne duhet të njohim mirë materialet dhe në këtë rast edhe kemi përzgjedhur produktet të alumilit që të marrin një forcë tjetër vetë objekti. Do me thënë, ne nuk do projektojmë kuti banimi për klientët, por ata duhet të ndihen në territorin e tyre. Alumili është prezent në këtë lloj projektesh, si rezidenciale, si nëpër spitale, kudo. Kështu që në një farë mënyrë reklamimi bëhet nga vetë projektet, sesa nga këshilla e vetë projektuesit.